Në Vlorë mungojnë mundësitë që mosha e tretë të kalojë kohën e lirë, të ulur në stola në hapësirat e gjelbëruara në qytet, duke u larë në det apo në shëtitje në diell. Janë të vetmet mundësi që pensionistët e Vlorës të kalojnë kohën e lirë. Ditën e tyre e përshkruajnë tepër monotone, pa patur mundësi të bëjnë asgjë tjetër. Do të donin që edhe ata të shkonin me pushime apo të kalonin disa ditë tek fëmijët në emigrim, por thonë se ekonomia u aprivon këtë të drejtë. Sipas pensionistëve të qytetit me pensionet që kanë, nuk ja dalin dot të konsumojnë asnjë kafe. Pensionistët thonë se edhe vendet ku në Vlorë mund të kalojnë kohën mungojnë. Ndaj apelojnë që të ketë investime për ndërtimin e tyre. Kalojnë kohën e lirë nuk e kaloj shumë në Vlorë, me thënë drejtën. Unë lëviz vete jashtë Vlorë. Unë shkoj 2 orë në plazh nga ora 6:30 deri në orën 8:30. Jo, në të gjitha ambientet jo. Dhe ekonomia do bëhet po në radhë parë nuk janë vendet për të ndonjë në moshat e treta. S'ka vend. Të riktheheshin vendet publike në vend frekuentimi. Fillon që nga fëmia deri te plaku. Pa mirë të tjerë të plotësojnë me punë, kur i thonë. Kohën e lirë ja duke ndonjë. Pensionistët çfarë duan të kenë pensione sa më larg, duan që jo të plotësojnë kushtet e jetesës, po të kenë thanë, të jetojnë si do kudo. Kohën e lirë, ku do t'i bëjmë, ja vetëm kjo lulishe, venda tjera nuk kemi. Po, e në një lëvizje ta bëjmë urban, nuk na jep bashkia ato që të lëvizmë ashtu se s'na del. Po, si ku flite për ndryshuar, po nuk po ndryshon. Ja, i dalim në qarke. Dhe i bushojmë këtu vemirin, dalim po dio, që e kalojnë kohë në këte hire. Po të partan, dhe ku të vemi, edhe mirë jemi në ekonomia, ne thoshim para këshu. Do japën sadaka, edhe ne japën në sadaka në 2 lekë. Ekonomia e shtetit është këshu, plot, deri me thas. Neve na jepën për sadaka. Birë që të ulemi në kafene. Urzon është, nuk kam një kafe. Ai shtoj një lap, unë e shtova një lap tjetër. Qartë dite. Ulemi në stol këtu, se s'kemi me të pim një kafe. Së mua betë më. Një kafe. Qa pensioni? 100 lekë. Edhe ngrëm me vetë 100 lekë edhe 200 lekë, mos i hëngqin ato dhe gjithë ata parlamentit. Qartë përrisoj me mbajti 15 vjetë, jemi të nxehur. Në qytetin e Vlorës janë vetëm 2 vende ku pensionistët mund të luajnë dhe të kalojnë kohën e lirë. Lulishtja e shkrimtarëve, sajuar me tavolina nga ata vetë, si edhe ajo e Kalit të Trojës, ndërsa mundësi të tjera nuk kanë.